Duke studiuar shumë mendjen njerëzore dhe duke pasur shumë trajnime një në një me njerëz të ndryshëm, kam vërejtur se njerëzit bien pre e të menduarit negativ. Edhe pse mundohen si përfaqësisht të jenë pozitiv, mirë po energjia e tyre ndihet se është shumë negative. Edhe pse mundohen ta gënjejnë veten se janë pozitive, por përsëri diçka nuk shkon mirë. Duke qenë se i kam analizuar shumë këto detaje, atëherë kam vendosur që këtë vit të kemi një trajnim pak më ndryshe. Një trajnim i cili nuk të çon me zor të mendosh pozitivisht, por që jep qartësi se çfarë duhet bësh hap pas hapi, që ti përfundimisht ta mundish atë dramën e mendjes, sepse mendja vazhdimisht krijon dramë që ti të gjesh arsye për të ndjerë e ofenduar, për të ndjerë keq, për të ndjerë e sfiduar. Si mos ndodh kjo më në jetën tuaj, unë juftoj të merrni pjesë në trajnimet që kemi në Zoom, sepse kjo është një trajnim një vjeçar, mirë po kemi trajnime çdo ditë. Çdo ditë ju e ndryshoni 1% të jetës suaj, edhe mund ta imagjinoni për 365 ditë se cili njeri do të jeni në fund këtij viti. Prandaj ju inkurajoj të shikoni detajet e këtij trajnimi në linkun i cili është i bashkangjitur me këtë video. Edhe ju mirëpresim me shumë dashuri. Le ta zgjojmë forcën tuaj, le të bëhemi së bashku më të forta se kur.